dhe po, edhe në shoqatën e zjarrfiksve. Vjosa Osmani ja gjujti një kënd sot Albin Kurtit rreth shoqatës së zjarrfiksve. Normalisht, pa përmendur emrin. Në mes zgjedhjeve do të mbahen me 7 qershor. Tregoni në komente se kë do ta votoni në zgjedhjet e ardhshme. Kthehemi te videoja e Osmanit. Ishte përgjigje për reagimet pas videos së parë. Por dallim prej videos së parë, portreti Ibrahim Lukovës nga sfundi erdhi edhe më në qendër, krejt prapa zonjës Osmani. Edhe kjo një lëvizje qëllimshme. Në 2 videot e fundit Osmani ka një gjuhë të kujdesshme, më të butë, më përbashkuese. Flet më shumë me terma artistik se sa politik. Flet për dashnin, kundër urrëties e përçarjes. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Nuk e dini se Osmanit kjo gjuhë do t'i funksionojë gjatë fushatës, apo sa do zgjas ky mesazh për unifikim. Ama vret një tendencë dalluese mes qasjes së Osmanit dhe vetëvendosjes. Por derisa Osmani flet për dashni e nevojë bashkimi, Kurti ka një mesazh të dyfisht. Në njërin anë flet kundër opozitës, e quan të vjetruar e të lodhur. Pra ka kritika të ashpra. Këto janë subjekte të së kaluarës, të zanatit vjetër, mplakura, lodhura e dërmuara. Ndërsa në anën tjetër, Kurti smerret hiç me Osmanin. Nuk flet për ta, nuk ja përmend fare emrin. Ndoshta i duhet ende kohë për ta konceptualizuar një matricë të re kundër Osmanit, pasi ish presidentja në sytë e elektoratit të vetëvendosjes nuk është as opozitë e lodhur, as ish regjim, as hajnesh. Donë se Kurti e shmang përplasjen me Osmanin, vetëvendosja tashmë ka nis kritikat e para ndaj Osmanit. Disa sulmojnë pse Osmani e vendos portretin e Rugovës në sfond, disa të tjerë ja nënvlerësojnë kontributin në fitoret elektorale të vetëvendosjes, ndërsa disa të tjerë e kritikojnë për sulmet ndaj qeverisë Kurti. Në këtë parafushat Kurti po heziton të merret me Osmanin, sepse ende nuk është nxjerr loja. Megjithatë, me kalimin e fushatës parashikoj që Kurti, që është artilleria kryesore e vetëvendosjes, do të merret me Osmanin direkt, qoftë përmes kritikave apo kungjave. E kurdo që të nis kjo, do të jetë një super përplasje, pak a shumë si El Clasico.